Buçim në bu, CHI. Bu, CHI podcast. Po si ti ki Basha, kur tani ka fillu lufta Basha. Lufta sa më ka nis. Si mund t'i si ta lej generali luftën në mes. Ai është generali i Shqipërisë vdekur dago. Na më ardhi filmi shqiptar? E maj. Ai është. Lulzim Basha është generali i Shqipërisë vdekur. Jo, s'është ashtu, jo. Basha është se ushtria s'është aq e vdekme. Basha është generali i vdekë i ushtrisë normale, a kupton se ushtria deri diku. Ato mumjet në Peru në lashtë, ata I mbanin kështu. Ky është ajo debati në Amerikë tash për mosmbajtjen e armëve nga civilët. Ati janë smur fare posa atje I kanë blen mod marr. Është dhe kjo këtu në mes shooting që ndodhin atje, kjo është atje bëhen super thjesht. Se mes shooting për mendimin tim mund ndodhin kudo ka njerëz budallëj që ka një moment caktuar që ja jep truni atij do bëj krim, do ikë ti vras. Po s'ka akses, nuk merr dot armë. Tash ti kesh akses, shkosh me gun shop, ta marrësh armën me ID. Sa Rusi nuk është e lejuar ajo arma apo po. Javën që kaloi me shooting ishte në shkollë. Ku sa Rusi? Lajma dolin gjithë botën, ishte me shooting I parë që publikoi, domethënë, disa dolin nga vija tuaj, ose ka di dytë kështu me shpëtuar. Nuk është dago se Europë janë ai shumë të shtypur aty, ne kanë ai shumë halle të tjera, domethënë sa që s'ma amënia se I vete Europë atje do ikëm të bëjmë mes shooting tash se më quajt skelet në shkollë, apo më bëjmë bullying. Ne bullying e kemi kulturën atë. Ti nuk diplomohesh dot në 9 vjeçare apo nuk ke bërë ose ke bërë bullying. Bile do ta japim me vlerësim me 9 për mendimin tim. Ndërtojnë karakterin. Këto janë hallet e këtyre shoqërimeve përparuara, domethënë këto Suedi, Danimark, këto janë aq Kanada, janë aq përparuara, aq domethënë I kanë gjonat aq ndisa, s'kan me çfarë merren. E vjen moment do merresh me çfarë merrem, mund thot ai do merrem me bulizmin në shkollë. Do ndaloj bullizmin në shkollë. Do fillojmë bëjmë ligje, kishin nxjerrë ligj që deri në klasë nuk e di çfarë klase, nuk duhet I thrasësh nxënësit me përemër, as ai as ajo. Po të vesh një gjë tjetër të ndërmjetme sepse ai mund të jetë çun, po mund të jetë. Ideja është në shit çfarë do të rasti. Ore David, do bëj zgjuria për 50 vjet. Do bëj. Për 50 vjet. Po këtë kjo pikë s'ka më arritur. Po ne kemi it. Ne nuk kemi das. E kupton, ne nuk kemi rast neutrale. O zëra nuk ka për të arritur kurrë, valla. Nuk ka shans. Kjo është idiotësi, këto janë budalliqe fare. Kjo ti çmej në Shërop fare. E kupton ti thosh tani mësuesit ti, mos e thrit ai ajo, thrit e it atë se nuk e di ai si ndihet. Symer nuk ç'është kjo më valla. Nuk s'ja kuptoj sensin kësaj. Ata merren me ju ato. Do të ishte diçka. Janë të politikat majtiste moderne, se ne nuk I dimë, majtizme kemi akoma kështu, je plek robë. Po. S'kemi hyrë akoma te ky stad. Po pra ne them, valla, ata kanë arrit me stat, s'kan me çfarë u marr, mo. Pseudo progresist. S'kan me çfarë u marr, mo, dhe gjën tash. S'kan ata, se edhe këtu në Gjermani për shembull ta kanë akoma halle të tjera, jo migracioni, jo leshi, preshi, kanë gjona. Ato nuk kanë asnjë lloj problemi, mo. S'kan me çfarë merr. Problemin që kanë ata ku është Europë që vrasin veten. Vrasin veten se s'ka diell, po, ose ka shumë diell. Ka shumë dritë. Po, atje me kontrolli I alkoolit në të treja ato sipër. So dy filan po. Nuk ato dyqanet me zgara, kështu sikur të ikët si ato dyqanet që shiten helme për domate në Shqipëri. E ke parasysh? Skandal ndaku. Vishin kishte vajtur Nuk atë shokët që ka mundu që takuar dashën filan, plako, në bëjnë një shishe zekti, 18 euro, 0.75. 2 euro e ke këtu më ta në një arë gjithë me 18 euro. Këto që jafusin vetëm me tarifa, me taksa, me qenjë më të larta, është një dhe argument për duanin, që rritet. Që e mrapa diellit, që do e lën ata. Kot.
Ja, thushin do me thënë me një tokë kështu, rob që janë me zakonisht shumë suksesën, do me thënë që janë bilionera, nuk është se pinë, se kanë të paguajnë, e kupton? E kupton? Ajo është okej, la, thoshe Jeff Bezos ashi unë kam, la, jam me i pasur në gjithë botën, unë do pi cigare se e përballoj. E kupton ashi sa? Munges aktiviteti fizik, i ullur në punë, i ullur në shtëpi, të dhe me që... Në mërgjë. Do të disha shu si koshti, nga një karigi me një tjetër qa priti. A i trupi sa të dha, e di qa, ky dagu e pas ka në terezi. Ky s'ka si loj problemi, që të argjën e vitamina ka. O, la rimë shu, e kupton? Nuk këtë nuk të duan, as po ngrena i që, e kupton? Nuk po prashit qepe, vla. E kupton? Ajo stamina, rezistenca të nuk të rritet, vla. Po të shifë qa po bëjnë këta këtej, më vla. Tani ka fillu dhe në Shqipëri, po. Mirë nisën këto liferando e këto, që të shërbejnë ushqim shtëpi, okej, dakord jam dhe aty. Tu ka nisë pazarin, ta bësh me aplikacion. A kuptoti 2 kile portokalle, 1 koli me ujë, miell, makarona, të të vi në shtëpi. Ku po shko? Ku po shko bota, më thua? Qa është kjo? Qa do me thonë kjo? Po këto s'duhet ta lejojnë këtë të futet, më këto s'duhet. Paradoksi. Ku janë pra politika? Tu t'implementosh ti mos ta lejosh këtë gjë. Po leje ço ik merre më vlla. Ik merre, për to ik me marri koli me ujë. Normal, valla, ai e ka shumë ajo Illuminati nga mbrapa thotë jo mos rrit, ti rrit trashëm në shtëpi, mundësisht ha aq shumë saqë edhe më të dera jashtë mos e dalësh ta sillet deri te dera ai se nuk të nxjerr dera e dhomës, ri aty. Por si të pampersa e thjesht ndroj. Veni tup të goja lidhe me ujë, direkt edhe mos të bësh ashtu si ato pulat, e kupton? Ato pulat që i frymsh me ushqim. E të mërshme është po. Në shfatkesita, ku së shvetë më të mërshme. Pa ne ata kishin mirë ato vitet 70 aty ta i me të men, ta i seriali që i tërgoj që femra ishte të shpia, të kuzhina. Ashtu? Ishte anë, jo, qatë, të dalësh ti të punojsh to. Do dalësh me shoqet ti, do marrësh X5-ën ti do vish vërdall. Që u ki mua për të? Aji është problemi me i ma. Edhe Saliu e ka thënë, e pra? Pashin me eme se ky tavlan balla, ky ja hedh gjitha Saliut dhe kishin nxjerr tat bryli. Saliu me djalët e tij Shkëlzeni kanë investuar që të krijohet konfliktin Palestinë dhe në Izrael, që të hiqet vëmendja nga humbja e zgjedhjeve. Ai thoshte për koronën, s'është e vërtet tani këtë, ke parasysh që botë këtë kundrat gjithçka e ky, jo, s'është ashtu, po këtë ka i shoku me kam pallat. Dhe kishte taku në ascensor, ky shoku me plakun e vet, do kishte hyrë në ascensor. Edhe më ç'a bëu? Ky shoku pa maskë, kupton, tu ne të afër me këtë se ky thot besoj te korona. Kur i thot, po pse se ke vu maskën, i thot, ç'a bën? Ç'a ka me kishte thënë ti sikur s'beso. Jo qa, mëzuni mu korona, tha, kalova keq isha të vdek. Jo, aty del. O njerëz, mos i besoni këto gjonda. Më mire busta, ajo është më angësi pastaj në dije. Ata nuk, e para fat ata që janë pjesë e televizionit normalisht do e bëjnë atë gjë, sepse ata nuk do ta pranojnë faktin që po vdes ajo industri, e kupton? Ata normalisht ato gjë do bëjnë, ata do t'i kroposin sa më shumë. Muhabeti është këta gogolat e tjera, e kupton që ti po shikon ata që njerëzit janë të mbushur, deri te hunda, nuk duan të merren me ato punë, e ti shko brava tjetër. Po. Nënda ku fillo krijo diçka më ndryshe, jep diçka që nuk ka qenë, ose të njëjtin gjë që ka qenë, po pa filtra. Njerëzore, e kupton? Se duke e shumë arri lesh tash domethënë njerëzor se i vete robe me një kurzon njerëzor kështu i basha kur bënte vezë atë natë. Jo ajo la njerëzor se ajo është për televizion. Njerëzor më ta, tu bën muhabet për njëri. Ti thosh tash, bash, ore vërtet, edhe bash nuk të ndije vlla për shemb. Ta marr për tash.
Me rrov shpije, nuk gjë njeri, ma thojnë qik laj. Asë lodhe pra. Luli voca. Imagjino ta që daku mi gjeni rëllohet në varë. Se ja vura emri Luli. Qka tha Liu që po qanë, moj pëdë aman. Një sa Liu. Qa ka sa Liu që po qanë? Unë në fakt drejt, në mënyrë shumë të sinqert, nuk e kuptoj fare sepse asnjëherë në 30 vite nuk ka pasur asnjë akuzë ndaj Sali Berishës. Është robi me profilin më të pastër në gjithë historinë e Shqipërisë. S'ka në një thaj. Unë në kaq vite tha nuk kam një akuzë për mua ose për familjen time ose për bashkëpunëtorët e mi. Ai është edhe vjen këta amerikanët vllaja shumë jam të lisur, o jem pyetja nga fundi i sallës. Si e zë gjumi natën? E zë gjumi natën? E zë i qirëm. Ai gjumi qinq. Jo gjumë, po. Dje publike, të paprovuara, janë ato që nisën pak përpara. Duke filluar që nga skandali me Rimzi Hoxhën, para kësaj është pjesa që për të gjithë ata që mendojnë që revolucioni i dhjetorit ka qenë i sinqert të gjithë. I sinqert mund të kenë qenë si ajo protesta e studentëve tani. Ata që kanë dalë në shesh, që kanë hedhur busin, ata kanë qenë me zëmër të gjithë. Ata që formuan partinë, ata ishin qitur. Ajo është thjesht, ai është një pseudo revolucion. Nëse ajo nuk është e vërtetë, ajo është gënjeshtër më e madhe që na ka ndodhur. Kjo është që ne kështu e themi, e nuk e provojmë dot pavarësisht se Robi ka foto me fëmijët e Enverit, e kupton? Që unë nuk e perceptoj dot si individ që si mund të kesh ti foto me fëmijët e diktatorit pa qenë kryer komunist vet ose minimumi pjesë e bllokut. Që automatikisht e bën kryeminist. Aty mund të ketë një farë kështu. Prandaj thash, dije publike e fa provuar. Argumenti se thotë isha doktori më i mirë, më detyruan që të kujdesesha për fëmijët e Enverit. Në rregull. Jo si thoja dot. Po jo ishte doktori më i mirë ai, vërtet? Po nuk e di atë. Nuk e ka nderuar në një çmim me Enveri atë. Nuk ka qenë doktori i popullit ose doktori i partisë. E do të për vetëm më burse ishte më i mirë. Francezë ka pas doktorin në Enveri më valla, kur ka qenë rënd. Çfarë është tjetër e paprovuar? Tjetra e paprovuar është furnizimi i makinerisë Miloševićit nga liçeni i Shkodrës me botet e naftës. Po. Gjithë embargos, embargos, po. Ai theu embargon, domethënë, për një arsye ose për një tjetër, nga të dyja lloje e anët ose nga të gjitha anët e mundit politikës së Shqipërisë ka vendosur që gjithë secili do heshti për ata, asnjëri s'e përmend. E kupton? Për këtë s'është as më mirë se sa tjetri. Çfarë mund të ketë tjetër Robi? Çka ka tjetër të paprovuar? 97-ën. Është pra ajo është dije publike që është deri në një farë pikë e provuar për mendimin tim për faktin se ose ka provuar gjykata, po ato e ka provuar vetë. Se i vet ka qenë në intervistë që ka thënë domethënë që i hidhin lekët se është i sigurt, vet ka dalë më vonë pasaj që jo nuk dija nuk peja. Kupton? Edhe për cilë ata rob që thon pasaj jo po mund të ishte vërtet ashtu. Okej, zotëri, domethënë që ai është i paaftë. Po, e kupton? S'ka, jo, ajo e 97-s këtu del pra. Se dakord, okej, ti po shkputesh nga ky, ti nuk e kisha me qëllim të keq. Nuk isha afera, nuk isha. Të ndodhi më vëlla, ti ishe në krye, të ndodhi ik. Ciao. Ju pafshim. Dalin disa persona që kanë thënë që na kanë mbledhur makina, ushtrie, domethënë me rob që vinin nga Duka Gjinje, nga Shkodra, që ishin për ti rënë atyre në të shkretëve me presh në Vlorë, që thoshin e morto Berisha. E ke parasysh? Gjithë e din nuk merren njëri të provoj. Ata dy pilotët që ulën në Itali, e kupton? Po. Gjithë e din nuk merret njëri të provoj. Çështja e Grdecit. Të gjithë e din, edhe e provuar është sepse në çdo lloj krimi bridhë, që nga të vjedhësh i çokoladë në dyqan deri në masakra, domethënë, minuti i parë pas krimit është për një detektiv për shemb më e rëndësishme. Absolutisht 6 milion % më e rëndësishme. Direkt mas i ka ndodhur, Fatmir Mediu ka bërë një bisedë rreth 30 minutash në telefon me të pirin e Sali Berishës. E bën pas librit, kupton?
Ne do ndiqnim Karl Marxin edhe Engelsin. Dakor, Ata janë gjerman që kanë shkruar një libër për qefin e tyre, fantashkencë. Në atë kohë. Ashtu I tege aty. Unë si kuptoj valla që vetë ata që e kanë shkruar se kanë provuar ndonjëherë, se kanë bërë ndonjëherë. Çfarë do të thonë kjo? A nuk do të thonë që është gabim? Ja ta provojmë ne, ja vëmë ne në praktikë. Ne jemi normalisht, ne jemi më të aftë të gjithë. Edhe këto, ja, sa mirë me qenë shqiptar. Shef sa ka, ai ka shumë në shpalla, valla. Ti ja ne full sa Berisha në çaka sa. Berisha është I rrugëve. Normal, është I rrugëve është. Ai është qenë zagar për jashtë dhëmët. Ta hahet dy nga këmbët. Si ti mund të hedhësh një në gjykat për një vendim që në parim në ligj, ta marrim ligjin të pastër. Është vetë për veten e tij. Nuk huruaj shtëpinë time. E kupton? Po na nuk po them dik nga Shqipëria, kupton? Vriteni. Jo, më vijeni në kryqë, kupton? Nuk po them fut këtu. Valla. Mos hajde pra. Je I padëshiruar në shtëpinë time. Po çfarë duash unë ty në Shqipëri? Po. Kesh më ne skemi më. Me keq, po çfarë skemi në Bolidheu, si skemi, ore skemi, po se ashtu thonë në amerikanë skemi. Ama se dy studentë janë në Bolidheu në Evergreen, e kupton? E kanë ikur gjysma e profesorëve nga puna atje. Kështu thoshin gjithë në fillim. Vlerë, nuk din çfarë japin shoqërisë dhe merren me këto pastaj, kupton? Se nuk kanë ndodhur ndonjë që të jetë jashtëzakonisht shumë I suksesshëm. Edhe thoj do heqin fjalën në bab. Sepse ai robi ja di shumë mirë vlerën të gjithave. Edhe nëse ai ka vllajtur, edhe nëse ka pasur baba player, domethënë apo kështu, nëse ka qenë I abuzuar në familje, ai mund të dali ta thojë valla, stop dhunës të familje, kupton, e kanë përjetuar unë të gjithëve ju që po dhunojeni, shihni se po të mundohesh ja del. Domethënë, ajo është çështje kohe, do vini 18-20 vjeç, do ikni nga shtëpia, jepi drejtim jetës tënde. Kupton, ato I ke pasur hak ato letrat kanë rënë. Po nuk del ai ditë tash I vrisni gjithë në atë baballarët që kanë vuajtur unë. Unë s'e kisha problem se me çift gay, të merrta fëmijë, bile ta diet për ne, më mirë të shënjë fëmijë, të rritet me ata sesa Nëse ti je shikon që ti nuk ti jep ai shanse, domethënë që ti jesh në sosje të tjera, ti duhet të cillesh në një sosje të tjera, se nuk më duket pak e egzageruar kesa domethënë që më duket ndonjëherë kështu si kërkim vëmendje, e kupton? Se ta bëj atë krahasimin që bëra. Si do ti, s'do ketë asnjëherë gay. E po të ndihesh gay, the varikare, Jo. Si të tjerë këtu. Jo, ti tani po thoj që nuk që gay është normale, atë se thash, unë thash sillu si njeri normale, valla, pavarësisht ç'a besimi fetar, ç'a drejtimi seksual ke. E kupton? Ç'është njeri normal për ty? Njëri normal është një Ora I mashkull, për shembull. Punët e veta që nuk I ndana la preferencat e tij as seksuale, as të tjera domethënë me individin tjetër dhe nuk ja imponon asnjë njeri. Ai të krenarti që Mos po unë po që je hetero. Se normal. Po të A je krenarti për atë? Jo, po ta rrugë nuk është të rrish. Ora je krenar për atë? Ja, më është krenar. Je krenar njëherë? Çfarë? Se krenar? Për çfarë? Ose nuk do ndjem. Ora çka ka për të qenë krenar? Kundër të krenarit ç'është? Kundër të krenaris. Ku dëgjon çfarë kanë krenaris? Po mirë, do ndihesh unë keq. Unë nuk ndjem keq. Ndjem rre, ndjem krenar, ku dëgjon. Ata ka fjalën ndjem krenar sepse kur ikën unë nuk shikojnë çika valla se e di pse thon ndjem krenar ata se kanë prapë mos, sepse kur ikën çdo ditë normale ata sulmohen. Pra atë. Për mos ta bëjnë që nuk I ka smon njëri, nga se shkojnë atë punë. Ore zotri, ti, nëse sulmohesh se po bëu tani avokati aty. Jo, më shumë mirë, se jep sens muhabetit ashtu. Është gjë shumë e mirë, atë ruash çik balancin, po. Ti e di ku je krenar? Ku ka bërë një produkt, pra. Po kujt po I drejtohen valla, që nuk është ajo, nuk funksionon ajo. Shoqërisë tjerë që paraqikojnë ku të kush po I pa I ti ke një gabim të thellë. Ti mendon se ai që paraqikon do I shikojë atë. Më falë, më rrof pjesën e vat në herë. Po të zaptojnë rrugën, nuk e shikon, s'mbyll syt kur kalon. Ore, po çfarë thotë, ndryshoj mendin ai aty? Ë? Ai thon do ikë plerse në azurë sheshin në hapet barkun, ai që ka atë mendje. Po do shikojnë një herë, dy herë do thoj, okay, ta janë për sa nuk lëvizin. Ndryshimi arrin vetëm me platformën, e kupton? Po do ta arrish ndryshim. Del ti, pra atë, krijon platformën për tyre I thonë që gjithë që jeni fëmijë tash domethënë për gjithë ato gjëra nuk ke nevojë të ndihesh keq, nuk ke nevojë ta ndash me asnjë njerëz sepse seksualiteti jote është personale valla. Është personale, po. Është personale, më plak. Pa mini protesta pa këto. Edhe shikoj se është paralelizëm shumë I thellë. Edhe kjo është gjithmonë zgjedhje ti mund ta bësh këtë diskurs, këtë argument mund ta hapësh me persona që pranojnë të diskutojnë për këtë gjë për ty. Ku bëjmë muhabet me ty për politikë? Ne kemi agreement që tani do bëjmë muhabet për politikë. Kupton, fillojmë muhabet politikë dhe ne futemi. Unë tash nuk të vi ty të vate shtëpia dhe pankartë të them, kupton, ik basa. Se ta ajo është idiotësi, valla.
Ti do të hash bukë, kupton, ti do të bësh atë unë të vi tani të zë derën. Nuk vete një musliman në kishë toni jo, Allahu është Zoti, ju e keni gabim. Ata vinin në hiç këtëseme, se kupton, në një misi. Nuk ndodh me ata që i kanë dy. Atëherë ne vërtet kemi shpresë. Aty e keni 100% shpresën. Sepse ty të ikin nga lojë të gjitha argumentet që ke për të bërë drejt tash, e kupton? Se të iki Basha dhe Saliu. Do të thotë që do iki dhe ata horrat që kanë marrë Basha me vetë, ai tipi i kamës, çfarë do thoshte ti që është në libër tash. Xhelal Mziu me shok më the thash, e kupton, të gjitha persona negativ. Do të thotë ti edhe të pëlqen apo s'e pëlqen Beni Mami, është i vjetër apo është i ri. Fakti është që të gjithë pjesa llumi i PD-s përfaqësohet nga Lulzim Basha dhe Sali Berisha. Se anët e tjera të PD-s ose kanë dalë parti më vete, ata që janë të vjetër edhe si pëlqen njeriu, ose i ka heq fare, kupton? Që cili kandidat, ose cili deputet, ose cili pjesëtar i Këshillit apo i komisionit që kanë këto organizat e brendshme më thënë, është i konsumuar figurë e keqe dhe kundër Bashës. Këto tre cilësi nuk bëhen asnjëherë bashkë. Atje kjo është, atje bëhen super thjesht. Se të vetë shutin për mendimin tim mund ndodhi kudo ka njerëz budallë që ka një moment caktuar që ja jep truni atij do bëj krim, do ikë ti vras. Po s'ka akses, nuk merr dotar. Tash ti ke akses, shkosh me gun shop, ta marrësh armën, me ID. Direkt. Po kjo është argumenti pastaj të japun, ta kthej atë që ti argumentin për pro pastaj sepse fakti që këto i merr ai me ID kështu domethënë ti thjesht do të rishësh atë kontroll, që mos marrin ato. Sa Rusin nuk është e lejuar ajo armë apo po. Ja vetë kaloi me shooting ishte në shkollë. Sa si? Po la dolin gjithë botën me shooting i parë që publikohet domethënë. Disa dolin nga vija tuaj, ose ta ka di dytë kështu me shtonë. Rob që në ka, jarë s'ka armë shqipik e bëti ju foto në akin në mesi. Ne bullin e kemi kulturët atë. Ti nuk diplomash, do të një vjeçarja, po nuk ke bërë ose ti ke bërë bullin. Bili do ta japi me vlerësim me 9 për mendimin ti. Ndërtojnë karakteri. Këto janë hallet e këtyre shoqërimeve përparuara, domethënë këto Suedi, Danimark, këto janë aq Kanada, janë aq përparuara, aq domethënë i kanë gjonat aq në visa, s'kan me çfarë merren. E vjen moment do merresh me çfarë merrem, mund thotë ai do merr me bulizmin në shkollë. Do ndaloj bullizmin në shkollë. Do fillojmë bëjmë ligje. Në këtë moment unë dhe ti s'kena asnjë gjë problem. Imagjino tani nga që i bëjnë gjithë meshkujt s'bëjnë, po billafi. Kanë bërë gjithë mundëm të shkosh dhe ti ta bësh kot, pa e ndjet nevojshme. Nuk e di që ti ishe te unë në dagu, se te unë do të thënë po i ke veshë të ndalë apo unë apo kena një problem. Ke problem pra, kur është problem estetik, dakord jam dhënë. Edhe gjoksit e femra të vëshë tani shumë të duket seksista, kështu po marrë si vendimin për trupin e saj, po jo se është trupi i saj. Gjithsesi, opinioni i tretë vllai nga jashtë që gjoksit deri në fund, çfarë i bëj gjoksit, valla, s'ke çfarë i bëj, po byt ja çipça e bëj ai skuadër. Po, jo gjoksin dakord jam ta bëj. 10 minuta për ditë kur unë ngriu aty, e kupton, të vërton blyzat. Ato pallate që aty me ato shkallë ngusha. Fulja jashtë 10 herë poshtë lart. Super match sensor. Në fund muaj dagu ti jam bërë ato kofshën keq. Nxjerr ligj që deri në klasë nuk e di çfarë klase, nuk duhet i thrasësh nxënësit me përemër, as ai as ajo. Po të vesh një gjë tjetër të ndërmjetme sepse ai mund të jetë çun, po mund të jetë. Ja, është në shifi çfarë do të rasë. Ore David, do bëj zgjuria për 50 vjet. Do bëj. Për 50 vjet. Po këtë kjo pikë s'ka me arritur. Po ne kemi hit. Ne nuk kemi das. E kupton, ne nuk kemi rast neutrale. O zëra nuk ka për të arritur kurrë, valla. Nuk ka shans. Kjo është idiotësi, këto janë budalliqe fare. Kjo ti çmen në shërop fare. E kuptoti ti thosh tani mësuesit ti, mos të thrit ai ajo, thrit e it atë se nuk e di ai si ndihet. Simër nuk ç'është kjo më. Lloj shturi tjetër domethënë që ka filluar një njeri domethënë nuk e ka di fare, kupton? Jo vetëm për robët e tjerë, por nuk do të dinë as për të ardhmen e tyre, i bëjnë gjëra thjesht për momentin. Se besoj se ka lidhje me këtë situatë, se kjo ishte për mendimin tim kjo situatë mund s'do doja të isha as në vendin e atij viktimës, normalisht jo, as në vendin e Mariusit që ishte ky që kishte godit, as të shokëve,
ishte e rëndë. Unë përshifsha një të News 24 që kishte dali shoku këty në i përbashkët. E imagjino do të shok si vlezër, këta ishin si vlezër. Ai ka qenë arma, s'kishte pas as karikator, edhe ishte armë e vjetër. As siguresë. Dhe ka pas plumin mrena në tyt. Imagjino çfarë fatkeqësi. Dhe ky thoshte në bazë të kamerës thoshte një avokat që kishte pa gjithë videon, ky ja ka drejtuar dhe të tjerëve përpara. Kot, e kupton. I çik pija, alkooli, droga, gjona. Ja ka drejtuar, imagjino tash ajo mund të shkote kudo ai plum. E plek rob. S'kemi hyrë akoma te ky stad. Po pra, e them valla, ata kanë arrit me stat, s'kan me çamë u marr, mo. Kemi do progresist. S'kan me çamë u marr, mo, dhe gjën tash. S'kan ata, se edhe këtu në Gjermani për shembull ta kanë akoma halle të tjera, jo migracioni, jo leshi, preshi, kanë gjona. Ato nuk kanë asnjë lloj problemi më. S'kan me çamë. Problemi që kanë ata ku është rob që vrasin veten. Vrasin veten se s'ka diell, po, ose ka shumë diell. Ka shumë dritë. S'kan fëmijë, nuk pjellin. Ato po mbaron da, valla, më qofse nuk rendimin tim, këtë kapacitetin super gjenik që ka mund, domethënë. Ata daku më qofse nuk i lirojnë një çik ato ligjet, gjërat, domethënë që ti lejnë çik bëjnë çfarë duan, domethënë ata janë drejt gustit. Bëjnë robot. Çuna të mbledh me njërin tjetrin me kafe dhe një hekur është diçka tjetër daku, mos ti del me shokët tu pi kafe me hekur në xhep. Jo më jo. Shumë skandale jam me shokët e mi. Dakord me të armbajtja pa leje tuti aty, okay, gabim është. Jo, armbajtja pa leje nuk është pisi aty. E kupton? Nuk mendoj se është armbajtja pa leje ai problemi në përtham. Problemi që armbajtja pa leje domethënë është që Ola drejt, rob domethënë që kanë krijuar atë jetën e tyre në një mënyrë, domethënë qysh e kanë menduar ata se është në rregull domethënë. Për një arsye, për një tjetër valla të shtyn lloji i jetesës, dëshira jote apo diçka tjetër të mbash një armë pa leje, domethënë për siguri. I përmendë emrin Stali ai, ky në studio, s'di. Duhet dikush të dalë më të thotë, ato që mendon ta thotë. Pëlqen më vlla, pëlqen Sara e du Sara. Të them ty pasaj vllai, që marrua, nuk kemi. Një parti do kemi. Se po nuk vdiq Sara, se ta ketë jetën, të lëri politikën për mua të jetoj edhe 1000 vite të tjera, që mjafton të ikë të zhduket nga politika. Vetëm atëherë do të mund të shtu. Po pse s'pas ka i person aty o vlla që të ketë aq bole sa dalin në emision edhe të thotë në emision, o shok, unë me politikat e Salës, unë jam 100% dakord, billafi. Ose, më kam pëlqy ky ndërtimi i rrugëve, kjo XGO, nuk më kam pëlqy si ka menaxhu 21 janarin Gërdecin, Leshi Preshi. Ore ti thot ato që mendon. Po jo të dridhet më vlla. Nuk i thot asnjë në BD. Po pra, po. E maksimum isha arrin të thonë, domethënë që mos vetëm gjë që kam dëgjuar nga mami dhe nga një kadili është që mos e bëni ashtu sa. Atëherë ju ka pasur gjëra të mira. Atëherë le të ribasha. Gjithë janë për mua basha 2. Gjithmonë kthehesh ti mund të shkollimi e plot. Kthehemi në vendin tonë akoma ti nuk bën fizikulturë, ne bënim fizikulturë në kafe. Pinim kafe të hanë. Ose rinim me hanim fare. Ose pishim cigare fshehur ose mrapa aty në shkure. Ne s'bën fizikulturë. Ti nuk ke edukimi sportiv varë i lesh, edukimi seksual është varë i lesh. Seksuali jo, po fizikultura është në faktikisht fizikultura në Shqipëri nuk bëhet, si më thon, t'ia detyrosh në zonë. Nuk e di pse s'e bën ashtu. Se ne unë shihja atë. Se thon prindrit tan, pastaj thotë ti që na i përmendën ne gjithmonë që ne kur ishim në shkollë bënim gjysmore. Normalisht në dagu nuk vdesin prindrit tan nga dalliqe se s'kan fuqi. Më dhan pa koka të la punë. Dhe mesi 18 vjeç. Ose tamam, da mesi. Jam unë dagu. Ka nevojë ai tani bashkë me rënjën e vet, marri dhe gjithë këta që dalin nëpër studio, del në studio ai, dhe ai nuk e thot eksplicit që shikome, se Amerika është manipulatore. Amerika këtë gjë ka bë me Bin Ladenin, me Saddam Husseinin, me X-in, me Y-in. Dhe është manipulatore, dhe këto që thot Amerika s'janë vërteta. Dil thuje këtë gjë, edhe absolutisht të legjitimohet ajo mbrojtja që do i bërë Saliu. Po në momenti që ti thu,
Amerika është albita. Amerika na ka ndihmu. Unë jam pro Amerika. Amerika është pro Berishës. Berisha është pro Amerikan. Amerika ka marrë Berishën këtu. Amerika në 2009 ka thonë kështu. Por, kjo që thot tani Amerika nuk vlen sepse ka handicap. Ka handicap. E pse si thoshte ai? Deklarata e Berishës është perfekte, ndërsa deklarata e Blinkenit kanë handicap. Po këto janë, po tani se ti duhet mendosh afat gjatë më shpirt. Mas 4 vjetësh ke zgjedhjet prapë. Shqipëria është ajo piku, e kupton, është ajo zemra e xhunglit, aty luajnë gjithë. Ka stabilitet Partia Socialiste. Jo, si organizim s'diskutohet. Ai zonë shumë stabilitet, ai është ai kokoshi aty, thotë aty, valla, ju që s'keni sjell vota, ju që s'keni bën ndryshim i iku. Ai kupton tani ti ça kundër kujt janë ata. Ata janë kundër Robit që fitoi, edhe masi fitoi bën mbledhje partie sikur s'kishte fitu. E kupton? Edhe tani ai edhe nëse është fasad, më shumë si fasadësh. Në fasad i kthehet Rob vetë edhe pse ka fituar. Kurse këta edhe pse kanë numër nuk arrin dot i kthehen atë. Çfarë paralelizmi është? Kuptohem. E të vish ti tani të marrësh më shumë vota se sa unë. Ori jo. Se Basha si individ në Tiranë, po. Basha ka marrë 15.000, ai ka marrë 8.000, më pak. Po aty afër, më nesër si figurë. Po si më shteti më që afër s'ma gabim apo se. Si mbështetje, si figurë ka dhënë ai ça mbështetje e ka ky. Është pjesa, kjo që thu ti, që nuk do e kandidote më, do nëse nëse Basha, do ishte, unë se besoj se i keq Basha, do ishte i keq dhe të kishe bole. Unë prap edhe votat e këtij, edhe kështu nuk më plasën dalin kundra ose kështu, unë i rifitoj prap dhe po e heq këtë, se unë du figurën time. Ai s'është aq, s'ka aq forcë, aq fuqi, nuk e heq, e le aty. Nuk e ka këtë pjesën e Berishës, këtë pjesën e dinjitetit, këtë pjesën që priti çiksi erdhi, këtë pjesën e setës, a kupton? Ai nuk do të ketë trazira. Po jo, që më zonë, se ti po thësh ka atë shpirtin e Berishës, por sa ishim me Josefina Topalli me të gjitha ato vjetrit që vërtet, ore, ata në mënyrë objektive të pëlqejnë ata do sillnin vota apo plak. Vë këtë duash shkodër ti nuk si dalin Europën, po ato i hoqi, ti kam, ty ti nxjerr. Edhe për Bashën, pra ne them unë, ja kanë ja kështu, s'ka problem. Për sa kohë ti zbato urdhrat tonë, s'ke mas këtë krimbin me të kalp mrena, jem rregull ti. Do vish qeveri, do të sjellë qeveri, do bësh aq vite sa do bësh, do ikësh shnet. Marove. Ky krimbi, ky që s'ikën, ky është i vetmi. 30 vjet nuk ikën ky më vëlla. Vetëm kjo mënyrë ishte për ta larguar dhe prap e besi thot, do e dyfishoj. Edhe ta bëj kafshun, më ma than. Po, edhe ta bëj garën të duket, ke parasysh se shehaj nuk i vjet kundra ky. Ty në tjerëve ju vetë kundra, ç'a bën këta, ne tani po luftojmë regjimin që ka vjedh votat, këta po kandidojnë për vete, nësa për shehaj s'tot gjë, që ta bëj garën pastër. Dhe nesër pas nesër kur ta marri prap thot ja. Ishte Agron Shehaj që unë prap e kam mik, prap do e kandidoje. Kështu ishte filan, ishte fitova unë. Pyetja e radhës tani direkt që ta ndjekim të se i kishte bukur fjalin e fundit. Kandidon prap ai Agron Shehaj, kur Agron Shehaj kishte marrë shumë vota se Lulzim Basha. Dhe i cënon drejt për drejt çdo lloj gjëje të mundshme Bashkë. Ai ose do jetë jashtëzakonisht shumë i mirë, shumë europian, domethënë që nëse do vërtet eci do kandidojë prap. Me çan din me ndalë kur ai doli që i amori me vota atij. Ai është problem ekzistencial për Bashkë. Sepse ata që do votojnë te PD-ja janë njerëz që ky i kanë një influencë. Unë Bleonin e fus parin në listë, në Durrës. Bleoni dhe ka nën vete 100 antar tjerë të PD-s. Kë do votojnë këto? Kë do votojnë këta më? Ata që s'do votonin i nxorrin nga listë. Këto normal. Kë do votojnë, domethënë dihet. Domethënë Agron Shehaj dihet që ka tumë. Kjo më çon të mendoj që mund të ketë bërë këtë gjë që the ti, më marr votat tani dhe ta bëj garën, më ma than. Po, edhe ta bëj garën të duket, ke parasysh sigurt ishin, nëse ai vihet. Ai ajo nuk ka rëndësi emri, por thjesht nga frymëri, vihet në pozicionin e këtij, domethënë. Ata të rinj nuk është se janë jashtëzakonisht si unë, nuk është se janë jashtëzakonisht në atë lloj kapaciteti që ta ndaj domethënë që ore. E kupton? Çka po bën ky vëlla? Jo, do e lëm sa. Jo, unë kam ndjekur. Unë kam 8 vite që e ndjek atë se unë besoj si njëri, unë për të bërë diçka vëlla, ku punon ai në Kors për shkak.
Unë nuk e kam ide, se nuk kam lexuar për atë pjesën, por e zëm se ai ka bërë 10 gjëra të mira. Po si figurë të pëlqen, të tërheq. E në rastin që se kjo është më e rrezikshme. Persona që nuk janë aq shumë të pisët, që janë shumë të pastër, e kupton? Nëse edhe ta bën pala ai individi që suporton thotë kjo, dalem, se ky gjatë gjithë kohës ka bërë gjëra të mira, gjëra të bukura. Edhe kësa radhë që gjeti këtë ça lojti mend, ky është një version, po. E kupton? Kjo është më e rrezikshme. Kjo nuk do të ndodhi asnjëherë dhe prandaj ajo të mbizotëroj mamën e zot avoli kafe. Nuk është akuzë. Kur vetë ti këtu si student po marrësh vizën, të thotë ajo sta jap vizën. E kupton? Për këtë ose për këtë ose për këtë, sepse ti xha e ke. Po kur ti jep vizën në Shqipëri, që e futet për vizën në Shqipëri dhe nuk e merr, nuk ka asnjë detyrime. Tani unë kam dëgjuar për buçi. Po në radh parë më fal se ndërpreva, në radh parë edhe këtu, në momentin që sta jep, mund ta hedhësh gjyq po këtu. Po. Gjithsesi edhe kjo është, apo ti edhe në gjyq po edhe në Gjermani, ti nuk mund të shkosh hajde në Spanjë, të hedh në gjyq Gjermani se s'ma dhan. Individi që ti po e prezumon si hero, në këtë rast Sali Berisha, po mbrohet ka një avokat që nuk është pa diskutueshme që është ekselent. Po ka që në historinë e tij ka mbrojtur plerat më të mëdha të Mesdheut dhe Europës. Diktatori në Tunis, e kupton lloj çfarë po thosh atij. Po tani fakti që ti po futesh në atë mesele, edhe po ti je i mirë i nënës. Edhe më i mirë i nënës ti je. Ti e kupton domethënë që ti përderisa varet tek ai dagu, shikoj se ti je i lyer në mut nga kokat e këmba. Kupton të sa i perceptimi do të dish ti për shembull në fillim kur erdha këtej unë, patëm atë problemin në fillim. Po diskutoja që të merrja një avokat me shty vizën. Pa bëj gjë, a kupton? Kot. Një diskutim që pata me një avokat, që ma gjetën shokët e ekipit. Sa shikoj unë absolutisht të vi të përfaqësoj të kështu, po problemi është do ngresh dyshime. Pse po merr si mu si avokat unë marr çështje që kam probleme, a kupton? Për çfarë po merr ti mu, domethënë kaq i përlymje ti, kaq keq ndihesh ti, domethënë kaq i papastër, sa që po më merr mu. Dhe ai me vërtet ai kishte përfaqësuar lloj ndyrësire. Ne nuk duam që të ri Rama 30 ca vjet në pushtet, a kupton? Duam që mas 4 vjetësh të ketë ndryshim. Momentin që ti distancohu më shpirt, distancohuni më vlla. Ore mos thuj absolutisme. Jam shumë dakord se gjum kullurin për shembull, që e bën bash. Jam shumë dakord, ke respekt për Salën. Sala të ka marrë ke bashkëqeverisë me Salën. Nuk e bukshkel. Sigurisht më thënë. Unë s'po them, të dalësh tush Sala është më i keq ashtu. Ore dalësh tush, unë Salën e kam mik. Unë për mua Sala është ka bën më shumë të mira se të këqija. Ka pas defektet e veta, po unë e respektoj maksimum. Ama në këtë moment që jemi, do distancohemi vlla. Ose nuk do distancohemi, po do bëhemi Hamasi, do dalim parti kundra Amerikës, edhe të shohim sa ndoshta mund të marrin dhe më shumë mbështetje më. Unë se di, ama merr një vendim. Për mua i duri është distancimi, sa ai është aq i fortë sa ai. Është mbështetje, po ta kishte mirë me Elvis Naçin, po se ka. Ai është aq i fortë sa emro vetveten. Nuk ka nevojë ai Tani ai ke mënyra të më thënë, të arrish në mënyrë më shoqërore. Apo thua ti, a theti që ti bën normale, domethënë që edhe ne jemi si ju. E kupton? Ti e ke, nëse ti je i bindur se që ti po mbron një çështje të denj, sillu i denj. Çfarë do të thotë sillesh i denj? Diskursi publik të jetë i pastër, të jetë gjithëpërfshirës, të jetë bashkëbisedim, edhe debat pa thirrje emrash, e kupton? Pa i thirrur robit maskilist, pa i thirrur robit feminist, pa i thirrur humanist, pa i folur shoviniste, fashiste, se këta i kanë kështu, nuk e diun, ta i kanë dëgjuar kështu për to, që dalin në YouTube, domethënë. Duhet filluar në Shqipëri që bësh në një kurс kështu çdo 5 minuta, domethënë që çfarë do të thënë fashizmi vërtet. Po portarët e diskursit do të treguar që jemi është një numër. Se po dish vetëm për personin ngrihet as opinioni publik as
Po martësi. As interesi. Je i shtypur ti. Kem të paktën nuk dëgjoj. 100, 200. Sa dolën aty në shesh? Vëri numrin ti? Do të japim ta parashikojmë. Si kam dikur. Dolën 100 veta person. 100 veta alla, kërkoj që një misioni, dua të bëjmë një mision. Ftoni, ju lutem, 10 intelektual. Kupton? Ose bëjni ftesa 10 edhe 4 të vinë, e ne duam të bëjmë diskurs me ata që publiku në orën 9 pasi kanë ngrënë bukun ta dëgjojnë ata, domethënë, edhe ai vetë domethënë pasi se toleron, doja të toleroj fëmijës ti që ta shikojmë efekte për 5 vite mos vuajnë më shumë. E kupton? Tani, kush ka bërë? Sa po ne? Asnjëri se ka bërë, se në qoftë se e ka bërë dhe e kanë Shtirti thosh. Fëmijën e patë. mirë, shiko, ata që bëjnë fëmijë të hajrit domethënë, me sa mund të dim ne për fëmijë të hajrit domethënë, po që ata që bëjnë fëmijë të hajrit ka pasur edhe emisione se kemi parë në Top Channel për klandën apo për gjëra, kupton që edhe mbasi e kanë gjetur familjen ose nënën biologjike gjithmonë me prindit kanë ndaj, ata që i kanë rritur, kupton, që gjithkohës i kanë quajtur edhe nën baba, ju për mua jeni të kështu normalisht të bëri. Se ai që është i ndërtuar deri në një farë pikë ja di vlerën. Sidomos në qoftë se ata që janë birësuar bëhen prindër vetë, domethënë, e kur e kalojnë atë pjesën që sa e vështirë është, domethënë, se çfarë përkushtimi do, atëherë ja din atyre. Është vështirë të këto bërësime që fleti tani nuk janë bërësime në sistem, të s'ka referenciku nga në sistemi. Unë po thoshe të marrë nga shtëpia e fëmijës për shembull, për to të kështë fjalë. Shikon, në shtëpia e fëmijës, e di pse është vështirë në shtëpi. Se në këtë këtu ti fëmia e ka prindër, domethënë një fëmijë që s'ka fare shanse të jetë në një familje normale. Por ato që janë çifte gesh nuk do marrin ato, por haroj, ato do marrin beb direkt. Pse? Po jo, por se s'kan, po se statistikisht nuk e marrin asnjëherë të rritur, marrin gjithmonë beba, edhe i rrisin vet. Këtë është fëmijës beba, plot. Të qenë edhe llojin e tyre, të qenë kështu transgender. Janë krenar të ti movement që po bëjnë. Po kujt po i drejtohen Allah, që nuk është ajo, nuk funksionon ajo. Shoqërisë tjerë që paraqikojnë kujt të mos po pa ai ti keni një gabim të thellë. Ti mendon se ai që paraqikon do i shikojë atë? Më falë, me rroks pjesën e vatën e herë. Po të zaptojnë rrugën nuk e shikon, mbyll syt kur kalon. Ore po çfarë thotë, ndryshoi mendin ai aty? Ë? Ai thon bëj ke plerse në azurë e sheshin apo të barkun ai që ka atë mendin. Po do shikojnë, herë do thoj okay, këta janë turista nuk lëvizin. A ndryshimi arri vetëm me platformën, kupton? Po do të arrish ndryshim. Del ti, pra atë, krijon platformën për tyre i thotë që gjithë që jeni fëmijë tash domethënë për gjithë ato gjëra nuk ke nevojë të ndihesh keq, nuk ke nevojë ta ndash me asnjë njerëz sepse seksualiteti jote është personal valla. Është personal, po. Është personal më plak. Po tyra mini protestë edhe shikoj se është paralelizëm shumë i thellë. Edhe kjo është gjithmonë zgjedhje ti mund ta bësh këtë diskurs, të argument mund ta hapësh me persona që pranojnë të diskutojnë për këtë gjë për ty. Unë, bëjmë muhabet me ty për politikë, ne kemi agreement që tani do bëjmë muhabet për politikë. Kupton, fillojmë muhabet për politikë dhe ne futemi. Unë tash nuk të vi ty të vllai shtëpia me pankartë të them, kupton, ik basa. Se ta ajo është idiotësi valla. Ti do të hash bukë, kupton, ti do të bësh atë ti nuk të vi tani të zë derën. Nuk vete një musliman në kishë toni jo, Allahu është Zoti, ju e keni gabim. Ata vinin në hiç këtë se kupton, në një misi. Nuk ndodh me ata shik. E duhet të ketë pranin valla, është debati plako. Po ta bëjmë bashkëbisedim ata. Ja, ka po ta bëjmë debat në Amerikë. Ata të kishin pritur ashtu do ishin akoma sleverne, ose do ishin akoma pa të drejta. Dorës. Normalisht, po s'e kam atje unë valla. Kupton, nuk kam pjesa të mënyra se si reagon robi vet, e kupton. Nëse ti je shikon që ti nuk ti jep ai shanse, domethënë që ti je njësoj se të tjerë, ti duhet të sillesh njësoj se të tjerë, se nuk më duket pak e egzageruar kjo domethënë që më duket ndonjëherë shumë si kërkim vëmendje valla, e kupton? Se ta bëj atë krahasimin që bëra. Si thua ti, s'do ketë asnjëherë gay. E po të ndihesh gay, the varikare, Jo. Si të tjerë këtu. Jo, ti tani po thoj që nuk që gay është normale, ato se thash, unë thash sillu si njeri normale, valla, pavarësisht ç'a besimi fetar, ç'a drejtimi seksual ke. E kupton? Ç'është njeri normal për ty? Njeri normal është një njeri mashkull, për shembull. Punët e veta që nuk i ndana la preferencat e tij as seksuale, as të tjera domethënë me individin tjetër dhe nuk ja imponon asnjë njeriu. Po shikoj në Ky është një normal. Një gay apo diçka transgender të vishet si them mashkull, duket në pamje mashkull, vishet në fund. Të kaloj tani kjo të kaloj kjo ose kjo në Tiranë. Mendon se do ketë reagime? Po nuk do të flisja për të. Vetë po thosh atë, po nuk është normale, është normale për të, kjo veshje kështu. Jo, nuk po them për atë unë. Ajo për atë normale është, ai është ato. Se ti po thotë si për mua. Po kush më intereson si normale? Ç'më intereson nga vllai si veshët ai? Sa po the, do sillesh në mënyrë normale. Tani sjellja vllai, nuk po them veshja unë, si ja fut kot tash ti. Sjellja vllai, çai imponon shoqërisë.
Unë nuk kam asnjë interes për çim me Robin, valla, kupton? Ideja është, kjo është më shumë valla edhe për nuk është edhe për masën, është edhe për personazhe, domethënë që kanë një farë influencë, janë personazhe publik, domethënë sidomos për ata që kanë përjetuar diskriminim, domethënë duhet të maten mirë. Domethënë kur dalin domethënë që të mbrojnë të drejtat. Se të drejtat nuk janë mbronë domethënë me mesazhe banale, të drejtat janë mbronë duke u marrë me grupin njëri. Por është një se ai paralizmi i Partisë Demokratike, kupton? Rregullohesh nga brenda vetes, arrin një shëndetshmëri, arrin një kënaqësi, me veten tënde, domethënë, i bën grupin ose atij minoriteti apo si quhet kjo, valla, një klasë shoqërore që i bën ata të sigurt brenda vetes. Ai Robi që është i sigurt edhe kur nuk i plas shumë trapi se çfarë mendon tjetri. Ja, po ti thëti që nuk e prish përshkjerja me i prish, jo, po se thash atë. Thash, unë do them ta. Ti la, si më normalisht, do të vish me fund. Vish valla me fund. Me çfarë duhet, e kupton? Po thjesht, e kupton, është pjesa e imponimit, valla, kupton, nuk mund dalësh, e kupton, për këto të thosh jeni maskilista, e kupton, jeni kështu sepse gjitha e mban mend ti para disa viteve. Nuk e di harkun e saktë kohor që ishin ato për ushtarët grek, që u morën u varrosën si ushtar grek, në datë 18 maj, që s'ka dalë në asnjë media legjende, mediat më plera që kemi ne. Të gjithë ata që ishin varrosur si ushtar grek, kishte vazhduar hetimin të gjitha, u zvarrosën prap, se ishin shqiptar, ishin civil, ishin robë, valla, ishin vdekur kështu pa asnjë lloj problemi, domethënë. Kishin vdekur nga sëmundja, nga jeta e vet. I zvarrosën një herë që i varrosën si ushtar grek, edhe i zvarrosën prapë i varrosën kështu. Atëre doli Greqia, jo nuk na lën të bëjmë hetime, nuk na lën të nderojmë ushtarët tanë të gjitha. Tani që u bë e gjithë kjo nga mbrapa, nuk del me asnjë vend. Nuk del me asnjë vend. Të paktën në Shqipëri, se hajde po them që s'ka do nxjerrë Greqia. Që ne jemi legjenda. Thanë tatarët ato, si ka mundësi e kur i thë. Prandaj po them që ajo që thua ti domethënë është në rregull, ajo bën sens domethënë kur je të dy civil, e kupton? Po ne hapim park, ata thonë shqiptari vrau, e kupton? Tashi edhe ky kishte thënë prokuroristë domethënë që më kishin lidhur, isha në karige domethënë. Kurse ajo që mas të hapat kishte treguar që ky Robi ikte, domethënë brenda shtëpisë ik sipër në gjithë shkallën dik në atë. Që dalë zbuluar gjitha mediat greke përpara. Shqiptarë, bo. Ca doli kjo pasaj kështu, ato të më varet asnjë gjë, ca të vogla kështu duhet i kërkojmë falje komunitetit shqiptar. Pa, kjo është e dyta, e madhe. E para ishte ajo që kështu që doin ta merrnin penga, mafja ishte me të bien ai me gruan që i vran gruan. Ishte mafja greke, po një nga ata, 4 që kishin bërë agresionin ishte shqiptar. Headline shqiptar. Sot apo dje një sherë me të mitura, kështu gjimnaziste. Domethënë 7 goca duke u zënë njëra tjetrën. Njëra ishte shqiptare. E kupton? Headline-i. Vajzë shqiptare plagos vajzët e tjera. E kupton? Këtë do të shërbën se shumë Greqia. Na bën në Italia që një çështje të tillë shumë ngjashme. Që kishin vrarë dhe shumë Greqia mosama, po shumë fare. Po identike. Po ne nuk kemi as kështu, valla, ne nuk kemi një çik mbrojtje, valla. E ke parasysh ti para një muash kur dolën ca gazetarë shqiptarë që thanë që Elbasani esti Palermo viteve 70, e kupton? E doli kryetari i bashkisë Palermo dhe tha që mos na krahasonin e fare si në nivelin ton. E kupton? Te ne nuk del asnjëri ato. E kupton? Te ne je kështu si peshku pa ujë, të zurit ta heqësh vet. Do ta dalin çdo 2 ditë pastaj të kthehen përgjigje. Edhe ai legendi pastaj Elen Velier inauguron parkun Helen në Far, në Tiranë. Para sy, e ke parasysh? E tu s'poluar me UEFA, poluar me imazhin e Ronaldos. Po. Prandaj do të vesh Ronaldo e di për atë punë për ty të UEFA. Ajo është pak e çuditshme në fakt. Ligjërisht nuk ka padisi UEFA Ronaldo. Po. Do ta bëhet? Po se padit se 2 story me Ronaldo për Coca-Cola, ne kemi keq akoma. Ja. Po ishte pak çesharak, kështu si gjesh, ishte i lezetshëm. Po dëgjoj te Bloomberg, kështu, revistë amerikane ekonomike. Thoshin efekti Kardashian. Edhe forta për cilë? Për të Coca-Cola që bëri Ronaldo. Se lëvizi vlera në shitje, se ditën që bëri te Ronaldo ishte ditë të shitje aksesh për Coca-Cola, në kishë lënë për të shtyr akse deri përsysh. Të keqet. Edhe ra dëm, Nuk e di nëse ka pasur mesazh brava po. S'ma media,
Se mendoni se mund të pasur ai, ajo I duket si shumë natyrale, aty ai bam I mori vajzi. Historia nga gjitha bota, caktohet tema përpara, se Italia ka shumë nga këto. Kënë ignorancë puna janë. E kupton? Edhe ishte tema për Ilirin, domethënë. Ata kishin ndjekur ca deg, domethënë, kështu që bosnjakëve, ata që janë bosnjak, tamam, domethënë që është një pjesë shumë e vogël, edhe një pjesën e Bregdetit të jugut të Kroacisë, domethënë, që ishte Dalmacia. Në atë kohë, I kanë gjetur tracing për Ilirët, domethënë. Kur thonë, kurse në qoftë se ne, thoshë do diskutojmë, domethënë që gjëja më e afërt që është me Ilirët, është shqiptar. Domethënë, është gjëja më e afërt që mund ta lidhësh direkt me ato. Edhe një nga këta profesorë aty që serbët janë pasardhës e Ilirëve, thashë no zoti I madh e buri dhe ashtë shumë të është dashur ai leku e buri dhe. To pozishëm në YouTube të që në në koment, se di që shumë bërgjën. E si të për që të shënë vërën, histori e vërën me të. Po të janë slavë, për. E pra e di. Po tani ndajmë në të është slavë ose pasardhës e Ilirëve, nuk mund të jesh dy. Nëse 50-50. Për personat që janë 50-50, edhe një herë e plëzërisim. Slavët e jugut kanë zbritur nga Karpatet kur Kiev rusët ose slavët verior u bën prepotent. Ata I nxorën gjithë principata e Kievit të bëjë shumë e forca, I lëvizën gjitha fiset e tyre që kishin mos marrëdhënie politike. S'ka pasur lidhje me nacizmin. Gjitha politikë, financa, rrugë tregtimi me Bizantin, me Romën, me Bizantin. Ose horoskopra të tjera. E krijuar një klasë tash për shembull një klasë një middle class, kështu që thonë që nuk është ashtu si thotë horoskopi, ama ka një peshë që kur ke lindur. Edhe unë mbasi lexova këto, domethënë që shkruaj këtu dali një meme. If you think you are dumb, just remember that there are people that think the day when they are born has an effect in their character. Ishte një kështu, një zez në Amerikë. Edhe po I bënte review këngëve të Eurovisionit. Edhe del atje Montenegro, domethënë Montenegro lexoja. What the fuck is this? I mean, who the fuck gave this name? Like it's 2021, you need to change it. What the fuck? Se dik me ignorante ata Europë të vuajtur ata mirë që janë shtetot e kësaj dite. Po të kështu pse ka ignorantë amerikanët të burit dhe me rovë shtëpi janë shumë ignorantë të burit të bësh trigger domethënë të nxjerrë gjaku se ai ishte tek atë emër. Sa janë vrarë atje nuk bëhet mend. Është nuk e di. Edhe ai quhet Malizi, ishte nga Mali, po Guri. Ne, thjesht ka kështu. Po nga Pulja ashtu duket e zezë. Nga Pulja, nga kisha apo ja. Po mundohen në këto kohë, bu shëndzorën me të varur, janë në kisha, sutohet. Ata ka një piktur, nuk është super e vjetër, po është e vjetër. Edhe është një ata shenjtorët e këtyre, domethënë me një dem, që është duke kaluar ferin, edhe në ferë, domethënë, është kështu, është Marksi, janë ca figurat e tjera negative, e dy shqiptarë me plis. Donë, imagjino çfarë propagandë. Që nga qa është për bërë feri, e kupton? Ishte spektakolare pare si një piktura, e kupton, të gjithë plerat, edhe dy ropë me plis, kështu vetë, më kupton që si që asë kushi. Tamam, po me urën s'patën ishte. Kjo kuptohet dhe mos e në, tribute e vogla që po me të në qitërit. Dhe mu të negër që është me shqiptarë që kanë pasë. Të këshin gjithë në një figurë s'pakën, dy individ që radhë, kote. Nuk duk në qikë shumë dhe me ishte goxha, ishte duke si karikatur tash në 2021, më shumë se sa... E mbajnë në muze, që? Kështë në muze të tyre. Për da ishte mbajnë në kryeministri. O buaj, do ishte tjetër e një vjerë, sa të bukar ato këtë janë shqiptar italianë. Në Tiranë? Edhe Tiranës mini këto nga së të tyre. Në Tiranë si kanë bërë super ata. Në kanë bërë sot e kësaj dite. Nuk s'ke qa I thua aty. Sa ka që ti vjen nga një sistem ku s'ke asnjë lloj përgjegjësie, shkon një sistem ku ke shumë përgjegjësi, edhe nuk di se si të sillesh para shumë. Për shumicën e njerëzve ajo është problem, megjithëse
se do thonë njerëzit që a mësën në universitet s'ta japin votën, ato s'ta japin notën, ato duan lek, ato duan këtë. Dakor, edhe ato korrupsioni gjitha ekzistojnë, po nuk mund më thua që 100% e studentëve në Shqipëri që shkojnë në universitet e ka fajin komplet universiteti që nuk mësojnë ata apo nuk kalojnë dot klasën. Se ka shumë, ashtu që siç ishim ne, ka dhe shumë të tjerë, se kishim dhe ne shok tanë atje që mendonin po njësoj si ne. Normalisht, ju më shiko, ajo puna që tapi notë për shkak ndodh edhe këtu, po nuk ndodh në faktin të korrupsionit, ndodh nga ajo përgjegjësia akademike që ka i profesori për shkak. Mua më ka qenë shumë mirë të kohët e fundit, domethënë jashtëzakonisht mirë, jam edhe çuditur me veten. Po për shembull këtë radhë semestër kemi një profesor domethënë që ai ka një vedi akademike, ai shumë të madhe, domethënë nuk e lëshon asnjë presje. Interesante që në të njëjtin muhabet tani kemi dalë dy krahë të ndryshme nga era e parë që folëm për këtë. Po, nga era ajo ishte një çik personale, ajo ne kaluar domethënë se aty edhe më dhimbte një çik, mua kurse tani po flas për publikun e gjerë. Është tjetër kur je implikuar vetë. Po gjithsesi. Po shumë drejt. Ne do ta bëjmë kështu tash, avash ta mbyllim këtë podcastin se unë duhet të shkoj të ble birat edhe të shikojmë Gjermaninë e Madhe ose Francën, kur shkojnë ai të DFP-ja. Edhe e thamë atë daku do ta mbajmë fjalën që do bëjmë një sa episode të marri, sa i do i shefi, do lexojmë kushtetutën çdo ligj, derisa ta marroj. Po, patjetër. E do i komentojmë. Mirë. Më duhet ide shumë e mirë që edhe ne vetë që ta eksplorojmë të edukohemi më mirë edhe për ata 2 milion shikues që na dëgjojnë, toksorët. Krijoj punë qeveria. Sa më shumë krijoj qeveria, aq më shumë je i varur ti na, aq më shumë fuqi i jep ti aty. Po. Asnjë gjë duhet të bëj. Qeveria duhet vetëm të garantoj mekanizmat e të garantoj kontrollin e vazhdueshëm për të shmangur abuzimet. Nuk ka pse bën qeveria, ç'është kjo, do bëjnë 300.000 punë njëri, 600 vetë punë tjetri, apo ajo platforma e lulit, i egërt morta ata i thonë vetes të djathta ata, do rrisnë me rrogën, e kupton, rrogë minimale budalliqe. Unë nuk e di çfarë djathta janë ata kanë humbur fare sensin. Deri diku qëndron ajo me rrogën minimale se ndoshta në Shqipëri nuk është shumë problem me emigracionin, se po për shumë vende të tjera ata marrin njerëz nga jashtë, nëse nuk ka një rrogë minimale i punsojnë me më pak. Do më thënë, japin rrogë më të ulët atyre që janë emigrant. Juli, si më kësh kuptoj vllai. Në parim po them. Partia Demokratike është parti e djathtë. Parti e djathtë. Dhe që është përgjegjës për ty, ajo është mungesë përgjegjësie, plako e ma mendja që ka disa variante. Europë nuk kanë nerva, kupton, nuk e kanë kohën, mbasi nuk e kanë mundësinë. Ose mbasi thjesht domethënë nuk duan t'ia dinë fare. Se ka dhe kështu ata, që nuk intereson fare, kupton. Ka edhe lloje soi. Meni që dynja, meni nuk i gjan. Ai ai fjalë tjetër kështu me rima. Gur kalaja. Ishte jashtë kontekstit fare, ishte shumë e keqe, ishte. Njeriu që s'mëson është si një pemë që lule nuk lëshon, çfarë drejtë është. Fjalët e Qirilit. Apo është vjersh kjo. Nga Naimi. Naim Frashëri. Ja, Frashëri. Mirë plebeko. Ka që kishim për sot një. Po zënë të zënë ai si dreptoj. Shumë shpejt që, okay, ty tani të jethu në gjyqje për diçka edhe të vënë një dosje, ty të makina e themojë ta marr, pastaj e themojë gjeta të makina jote. Kupton? Edhe t'ja çoj gjykatës, si tunë ai ta pranoi këtë që ky ka shfaqtor tani. E mirë, të përmendur një rast një pak më gritur. Në Gjermani për shembull është ndaluar të incizosh, domethënë persona për t'i përdorur kundër tyre se si reagojnë, nëse nuk e merren ligj, sidomos do zyrat e tukuara. Nëse nuk e leje nga personi që po regjistrohet apo si? Po, nga personi që regjistrohet ose nëse ke hapur një case ta drejt gjykatës, domethënë është pjesë e tij. Edhe aty në Shqipëri besoj se është problem akoma më i madh duke parë çfarë histori kemi ne nga diktatura që edhe në fakt që është me kushtetutë çdo njeriu i jepet e drejta që
t'i siguroj vetë mjetet e jetesës së tij. Do të thënë, kjo është një parime kryesore të ekonomisë të tregut të lirë dhe kapitalizmit, që çdo njeri ka lirinë që ta jetojë veten ashtu siç ai e shikon të arsyeshme, për sa kohë nuk i shkel të drejtat e tjetrit. Është dhe pak e frikshme ajo për po ta mendosh që çdo gjë që ndodh në jetën time, unë jam përgjegjës për të gjitha. Shiko, atë gjë ti mund ta thuash nga ana stoike, kupton, nga ana e mendimit, nga ana filozofike. Drejt, domethënë është shumica të gjërave, jo gjithmonë të gjitha, po shumica të gjërave janë direkt të lidhura me ty. Është pa shmang, kupton. Kjo të bën të ndihem për të shmangur abuzimet. Nuk ka pse bën qeveria, ç'është kjo, do bëjmë 300.000 punë njëri, 600 vetë punë tjetri, apo ajo platforma e lulit, i egërt mortat, ai thonë vetes së djathta, do rrisë me rrogën, e kupton, rrogë minimale budalliqe. Unë nuk e di çfarë djathta janë ata kanë humbur fare sensin. Deri diku qëndron ajo me rrogën minimale, se ndoshta në Shqipëri nuk është shumë problem me emigracionin, se po për shumë vende të tjera ata marrin njerëz nga jashtë, nëse nuk ka një rrogë minimale i punësojnë me më pak, domethënë japin rrogë më të ulët atyre që janë emigrant. Juli, se më keq kuptoj vëllai. Në parim po them. Partia Demokratike është parti e djathtë. Partitë e djathta janë tani, domethënë këtë mund të bëj. Me kismet kur të filloj një punë tjetër nesër, pas nesër të blej aparatura, do mundojmë të flasim më shumë njerëz, e kupton, do kemi një çik më shumë kohë, të gjitha gjërat e tjera. Po duhet të merren në ide ose nuk mund të dalin në për ekrane apo në për Instagram vetëm individë domethënë që janë në për shtëpia bari. Jo se kanë ndonjë gjë, unë duhet të qartësoj diçka. Në qoftë se vetëm një nga ata çunat e barit të dëgjon këtë. Ju them diçka valla, në qoftë se juve vini atje, domethënë me një perspektivë që ato lekë që do bëni, që do t'i mblidhni, do t'i investoni ose do bëni diçka, domethënë për të dalë nga ai ambient një, për të dalë nga një ambient një, edhe për të krijuar një jetë më të mirë, domethënë. Kudo qoftë ajo, mund të rini aty ku jeni, mund të ktheheni prapë dhe mund të bëni lloj gjë. Ju bëj halal, ju bëj Zoti. Unë keni mbështetjen time, domethënë shpirtërore nga gjithë hanës. Ajo punë për pavarësisht ata që thonë që ose drogat janë të këqija kështu, ajo punë kërkon bole domethënë. Kupton? E thën taze fare, e thën çeto ajo punë kërkon bole. Po edhe ajo është Juve, e kupton? Bravo ju qoftë. Për atë punë ka treg, dikush do ta bëj. E bëni juve, ju ruaj Zoti. Po ama në qoftë se po vini domethënë atje me pa lloj perspektive. Zoti ju ndihmo, flas se nuk e dini se çfarë rrugë po i hyni. Edhe do vini, do bëni 10.000 euro, do bëni 20.000 euro. Do vini në portfolio, do blini në një makinë, mbas 5 vitesh do ikni prapë se ju mbaroni lekë. Ato vuajt që keni bërë, ato rrugë me kamiona që keni kavajtur atje, ku jeni futur në frigorifera në Prishtinë, mbajini mend kur ti keni ato lekë në dorë. Nuk është ajo shisha e vodkës, që mund ta vësh atje me fishek zjarra në për klubin e përshu, po është ajo që do sjellësh mbrapa. Se keni lënë prindër mbrapa, keni lënë nëna që sado e din apo se din, se çajini duke bërë prapë dhem se si ka atje, se ne jemi vetë larg edhe kemi vetë prindër, pavarësisht se s'po bëjmë asnjë gjë të keqe. Edhe prapë janë të pikulluar. Në qoftë se jeni vërtet me perspektivë, Allahu ja bëv Zoti dhe ja bëv Zoti mbari, ta keni sa më të thjesht rrugën. Qoftë se jeni vëlla një orë më përpara thirrni mendjes nuk ka kështu. Më mirë është se dakor, policia e kapi dikë, po ku do shkojë? Aty nëse nuk e zgjidh drejtësia, nuk kemi një sistem që dënon personin që bën gabim, edhe dënon tamam, jo. Po pra, është hallka e dytë, pra nga thashë është e dyta, kupton? Po ajo është e para për mendimin tim, se policia nuk mund të, nëse nuk i jep dot fuqi policisë, nëse sistemi i drejtësisë nuk funksionon, se policia kap atë. Mimi, do të jemi pak me realitetin. E di unë çfarë thotë, ajo që ndron, ajo është problem vërtet që ndodh në Shqipëri, e dim të gjithë ata, por ka të tjera fare ku ka pasur rob që ka thirrur policinë dhe i kanë thënë çfarë thret policinë mund të vrasë para policisë. Edhe policë në kemë edhe kupton, vetëm rinin aty. Prandaj po themi që fillon gjatë s'mund të janë ca gjëra që janë norma për ide. Unë nuk po them tash ju të bëhet si Gestapo, kupton që të marrë të persekutoj çdo lloj personi të mundshëm. Po tani disa gjëra që janë vizive, domethënë nuk mund të tolerohen për ide. Por atyre sidomos edhe për këto që lidhet me atë aksidentin e me dy dhe me të tjera, aty kanë ndarë llafe drita.
Mirë zotëri, unë nuk po them tash ti filloj ti kontrollosh çdo makinë të mundshme, kupton se ajo është absurditet. Po tani një që xhiron goma, po një që në rrugë brenda qytetit në vend të 50 ecën me 100, tani ti të gjithë kemi sy për këtë. Nuk është vetëm ti e pe dhe ne të tjerët se pam edhe hajde mos dhe kush e pa. E shohim të gjithë. Qa, ku e keti? Ti s'ke asnjë lloj prestigji, pastaj s'të respekton ty. Pse do ta respektosh ti policin kur ti e shikon live që ai policia nuk e vë ligjin në vend? S'ke arsye. Thosh kam parë fliste një ish falë shashis më vjen në mendje si e kanë gradat e policisë. Po një ish oficer policia, po oficer me rang të lartë policie, domethënë që shpjeguan domethënë se siç ka qenë në vitet e komunizmit, vitet e fundit të komunizmit dhe vitet e tranzicionit. Domethënë pastaj e kalon punën. Kur kanë filluar pisliqe të hapura e gjitha të tjera, domethënë jo sa atëre se thonë njerëzit që Enveri bën të shtet, ka pasur pisliqe në kohën e Enverit, domethënë pa fund fare. Po të paktën nuk xhironte makinën njëri përpara policisë, e kupton? Kjo është tëra, se krim ka në çdo. Po ajo nuk është puna se komunizmi kishte rregulla më shumë apo jo. Aty ishte thjesht që nuk përshtatej dënimi me gabimin që bëje. Ti mund të flisë gabim edhe ha e burg për të jetën, domethënë ishte thjesht frikë, ishte terror, nuk e se kishte ndonjë gjë më shumë ajo. Edhe prap ka pasur krim. Nuk flasim krim ku jo ato pseudokrimet, jo kështu gjasë me armiku shtetit. Krime, vjedhje, vrasje, balliqe ka pasur sa duar, pavarësisht se nuk reklamohesh, se haron njerëzit që edhe mediat e ka pasur shteti, prandaj. Po pra, çdo gjë është kontrolluar nga shteti, po për shembull, për një person të thjesht, domethënë nga frika nuk i bënte ato gjëra. Edhe i duket sikur nuk kishte, se nuk dëgjonte gjë. Prandaj ashtu funksiononte. Se kemi kaluar në atë pjesën e komunizmit që presim gjithmonë është. Prandaj se njerëzit ka fajin shteti gjithmonë se marrin përgjegjësinë vetë dhe ne nuk e kemi kaluar akoma atë. Ne duan sa marrin përgjegjësinë shteti domethënë. Se nuk e mbajnë atë përgjegjësinë vetë. Jemi akoma adoleshent në atë pjesë. Po. Përderisa ti jep atij një licencë apo jep atë lejen që do t'i jap të taksën ty në fund sa kanë bërë nga sheslone. Përderisa ti e le atë të shërbej çdo lloj njeriu. Pa pikë pa presë, do të thënë pas një lloj diferencimi, është përgjegjësi publike, do të jenë rob që do të ketë një farë sigurike, domethënë, do të di robi se kujt bëhet lek. Po ajo është kështu, por ta zëm se, okay, dakor, ti u ndodhi ç'a ndodhi ajo, ti shkove morë armë të vrave me atë botin. Ata që ngelën, domethënë, nga ajo. Ç'a kujtoni se do bëhet? Ti do marrësh pjesën e plazhit se i vrave ata të tjerët, edhe shteti s'do të bëjë asnjë gjë, ti thjesht okay, vazhdo se kështu mirë e ke. Jo, aty mos e çof fare ti plagos, ata persona nuk janë aq të ndritur nga mendja sa të mendojnë ai. Po prandaj po them që edhe ajo është problemi, po se ku po shkon, nuk e se je këtu ti ku diun perëndimi i egër, kur hyrë Amerika më parë që erdhën rob, vinin, vriteshin edhe bënte duelin ai pasaj, eci 10 hapa, po eci dhe unë e kthehemi, kush juani parë. Por kjo është një gjë tjetër që kanë nxjerrë në pak kjo, domethënë që është një çike frikshme. Që ose armët nuk janë larguar asnjëherë, domethënë ose janë shtuar, pra ose ka filluar një tregti tjetër e brendshme armëve, domethënë se mbase kanë qenë aty gjithmonë, domethënë, por tani që po shikojmë në aktivitet, po duket si një numër shumë i lartë armësh. Po i heqim ato vrasjet e Florës së budalliqe, këto ata që janë me vrasjet e paguara për muhabete droge budalliqe. Po themi për kështu për banale, kupton? Jo ai që vrau aty në Shkodër me kallash dhe i xhironte gomat e motorit, këta që u vran këtu tani, në thënëmia ndej kishin ndjekur dhe njëri tjetër. Ai shkëti sa kishte marrë licencën nga shteti për të vënë shezllone kështu, një 10-20 copë kishin ndjekur aty. Kupton? Aty kishin dhënë shteti, aty kishin ndjekur. Edhe krimet e tjera ai që vrau Dhëndrin apo ke pa fund buri dhe thjesht apo to lajme ti ke kështu si skedina. Po është ajo për problema ajo është se cili i hip në kokë aty dhe mendon të bëj vetë drejtësi, se nuk ka një besim tek shteti apo tek gjykata që do bëhet. Edhe nëse do shkoj atje fiton ai që kam shumë lek. Ka shumë armë zemra, ka shumë armë në qarkullim o ju. E di për në 97 që u hapën depot se ata, domethënë, u bë një farë mbledhje, po është njësoj si këtu në Amerikë që thotë ky duhet të vëm ligje akoma më të fortë që të kontrollojmë armët. Po jo, s'ka lidhje një lloj për ligje, duhet të jo, se ja ta shpjegoj unë ku është se ai që do i bindet ligjit është qytetar i thjesht i është bindur ligjit, më vaji do thoya, okay, dakor, nuk u e mbledhur me këtë se kështu më thot ligji. Po ai ligji nuk ka fuqi te kriminali më, por se ti shtrëngoj ligjin sa të duash, kriminali do i gjej armën, kupton? Po harron që ato që nxjerrin ata në foto janë plazhet më të papëlqyer, domethënë plazhet më të pisë, më crowded, më të gjitha.
Ti japësh këto me qera, nuk është ky problemi më. Japi shteti. Shteti duhet të japi atyre me qera, sepse privatin, shteti bëhet doj e detyron edhe ta mirëmbajë, edhe të investojë, kupton, edhe të shikojë për cilësinë e rërës, për cilësinë e zhvillimit të gjitha. Po nuk është ky problemi. Problemi është kujt po ja jep. Të duhet bëj shteti. Kupton, nuk ja japësh ti çdo lloj robi atje. Nuk ja japësh ti një person që është vrarë fëmia, se ai di ishte vrarë fëmia përpara nga Vernita Dalliçi, 2-3 vite përpara. Ose të korrigjoj ndonjëherë kush e di më saktë, kupton? Nuk është se ishte era e parë. Nuk është se ta persona janë, domethënë që erdhi ai për shembull nga Içkesem nga Oznova për shembull. Vajti atje dhe nuk ka parë dynja me sy dhe e vrau. Jo më valla, ata janë persona që kanë histori. Nuk mund t'i japësh ti, sidomos në një biznes të tillë, domethënë që ka lidhje me turista, që mund të ishin turista të huaj. Po të shkel me aty huaj, po të kishe qenë atë natë në hotel. Ja, se unë do të pak e kam luajtur me ty, po ajo ka shumë budallishe, por në atë si loj se marrë vesh fare. Ka debate tash plako që duan ta thjeshtëzojnë çika shi, domethënë se është bërë më keq se një bachelor për zotin. Po. Ja, më dërgoj ti ato videot, mua shiko këto video këtu, mua më zuri gjumi plak, pa 10 minuta video. Po është shumë e madhe do ta plako, e kemi kaq vite që lodhim edhe prapë nuk e kemi arritur në një nivel që them që i di çdo lloj gjë. Sa që shikon tournament, sa që bëhet championship-i plako ose internacional, shikon gjëra domethënë që ty s'ka marrë asnjë në mend. Po. Unë jam me këtë, por domethënë Halo e ka patur shumë mirë që çdo njeri fillon njësoj, domethënë 2 skuadra fillon secili ka të njëjtën armë në dorë, edhe thjesht ke për shembull ndonjë power weapon në pistë, edhe secili los lojën e vet, aty duket aftësia, jo. E po atë e bën me first person plako, po se bën dot me MOBA atë. Për shembull 51% unë prap do e bëja vaksinën nëse do ishte me butse kart. Po lej opsionet e hapura burit jot. Pse groposi ti ivermektinën kur ishte? Po unë atë nuk e kuptoj që pse, domethënë një arsye e di unë, por që ajo është atë mund ta prodhoj çdo lloj kompanie si ilaç. Edhe nuk ka ndonjë lek të madh që do bëhet aty tek ai. Një arsye është kjo. Po pse nuk e eksplorojnë si opsion që ta çonin deri në fund, ti bëni edhe studimet e sakta dhe të merrni një përgjigje tamam. Me qoftë, mua nuk më intereson fare fakti që ata nuk e kanë lënë. Kupton? Se përveç se nuk është kjo frika që kam. Frika që kam unë është konsensusi global për këtë. E kupton? Në qoftë do thoshte Amerika vllai, kanë ato farma që keni ju aty se thoshte Bayeri këtu për shkakun, që se duan valla. Kanë dhënë kaq lekë me aty kryeministrave gjëra van bund, do bllokojmë valla, do gjejmë, do bëjmë ivermektin tjetër. Do ja vëmë hajl ivermektin emrin. Do shesim tonën. Në rregull, kupton, një gjë banale, absurde, kështu domethënë. Po tash në të gjithë dynjan më plak. Po ta them unë se do kalojnë një çik kështu Alex Jones territorit tani. Jepi. Shkëputja. Bill Gates. 50 minutes in, në takon. Jepi. Bill Gates. Po qa kemi Bill Gates i Dixburgh çdo është në rregull valla. Jo, ta shpjegoj unë, gjën mua tani. Domethënë, unë kam të jetën që përdor Windows e përdor këto të gjitha. Qa ka ndi Bill Gates për vaksinat, ma thoj ti mua. Uri dhe, po kjo është lojë që luhet para gjunit më plak, kjo është lojë për bërë muhabet më plak, pse duhet bësh qitë këtu më dha? Vetëm këtu nuk ka as competition as një gjë, por sa ashtë degeneruar janë uri dhe. Po, janë shumë kështu, por nuk e di. Domethënë, mira ishi i krijon ato, sa i ka gjetur tregun e atë e ka punë, bën lek me atë. Po ma ishte i përdor me atë. Se në konkretisht më ti është buri dhe që okay valla se zbulon një kodë se dha robi një flet kodi dhe do luash 2-3 ditë sa do ta provosh më plak. Po konsistent me çis. Po më ka që degeneruar, ka që pa aftë jeti vet. Pra është dhe kjo bushe, ja këta tjerë kanë dhe këta, do mbaj dhe unë, do me thënë, e justifikon ashtu, po prapa jo është. Për mendimin tim se këtë muhabet bëj dhe unë me kushurinë këllozën, se thotë ky, unë luaj në Xbox, nuk është luaj në PC, edhe është një kështu kronu zen që vedorezën atje dhe t'jep imësista, po dallishe tjera ajo. Edhe thotë ai kushurinë, blije një si ajo, më qarë, ta të gjithë kanë, dhe po unë i them që unë më mirë nuk los fare se sa të rritë los me atë. A që është me ke dalë të mua? Po. Të ka tani Dota,
e futi një herë falas, kështu si gjë, domethënë kur bëi kompendiumi ato Battle Pass, kupton. Para se që është në Battle Pass, në që i morën gjitha lëra që është në kompendium. Para dhe ka futur të jep një si tip jo ndihmë direkte, po indirekte, domethënë, edhe ke një bar që thotë që sa gol për minit je duke bërë ti, domethënë, edhe sa bën lojtari average me këtë eroj që po luan ti, që është ndihmë shumë e madhe. Një, që se aty e shikon se si po menaxhon kohën. Po më e madhja domethënë që ishte, për mendimin tim është që ato të japin një pjesë, domethënë tregon sa jo vetëm sa damage merr, domethënë, po nga këto damage e merr ti sa është magical dhe sa është attack damage edhe sa është pure. E kupton? Po duhet të ketë tracker për shkak që mund ta shikosh online. Pastaj ku futet rus, kështu ai babuçi nuk e di, ata janë kafsh fare, nuk e di kush i ka kualifikuar si njerëz ata. Sa themi tani, ma del në një walk, do të na bën report direkt për racizëm kundaj. Nuk është racizmi kundaj rusëve, se është i bardhë të bardhë, kështu që vrit gjithë ata, s'ka problem, komunistat e mund. Të fort janë kur na dalin francezë në lobin apo. Fillon të pas. Fucking frogs. Kuak tani. Mira ras. I thash doli njëri aty filloi po flisë frëngjisht, ai fillova po bëra zhurma që kur i dëgjohet ngjandet si frëngjisht, i tash se s'dalmo. Ai çafe. Pse tipo ne flasim frëngjishtën e vjetër thonë. Ju edhe thjesht ke për shembull ndonjë power weapon në pistë. Edhe los secili los lojën e vet, aty duket aftësia, jo. Po atë e bën me first person plaku, po se bën dot me MOBA atë. Po pra dakord, ajo është problemi i lojës, po unë po them që për mua aty është kam interes më shumë që të jetë fair start, që secili fillon njësoj. Se për shembull me MOBA që domethënë që është se edhe Overwatch paka shumë e njëjta gjë është, por ajo atë problem ka, megjithëse është first person, po e njëjti problem ka dhe ajo, dalin erojnë të rinj, dalin më të fortë se ata që kanë qenë. Këta e rregulluar, atë të fundi që nxorën, kur e nxorën ajo ishte underpowered, domethënë, pastaj e bën overpower, pastaj e çuan në balancë. Këto ja gjetën mirë kësaj të fundit, po problemi i madh përveç këtyre, ti i qa fajin developer-save. Ti ke problemin e madh të community plan. Mua më është nxirr jeta nga këta sisi motherfuckers, e kupton që me 10 minuta in game edhe fillon, I'm not playing anymore. Oh fuck this shit. Oh, you are not supporting me, se ti vajte bëre një lëvizje për ti bëre një enable një tjetëri, support, no words, nothing, no help. Ymër të shkërlev sharop, qa jeti ymër, qa jeni ymër, uri. Unë los me atë Sergio, me atë shokun plako Sergio, që lozim në këshu, kur lozim rankit me deri në pikën e fundit, deri në fundit, deri sa është që thot ajo, okay, you are defeated. Ska, një sot, nga fillim deri në fund, konstante, plak. Unë se kuptoj si i pëlqen loja atyre kur nuk japin atë. Si mund të lozësh për të humbur, e kupton? Më fal pastaj, po pse i bëre boost atij heroi, domethënë, pse i bëre nerf këtij tjetrit, nëse të gjithë lozën në planin B pastaj. Është një çik hajt më për profit, e kupton, por edhe për këta. Po normale që ata që dalin të rinj, çdo lojë që fut që dhe items atë rinj, gjëra kështu. Normali që ajo do jetë më e fortë, se duan dishesin, ashtu siç ka edhe monetizimi i lojrave deri tani. Fiks, po problemi është që ato të reja. Edhe një pjesë e problemit që ndron edhe këtu. Kupton se shumica atyre që kanë të them të drejtën, valla. Shumica atyre që kanë Battle Passin, ose s'po themi shumica, prandaj gjysmë për gjysmë. Gjysmë janë ata që e lozin për çfarë që janë jashtë shpërndar niveli. Nga shumë e mirë, nga lojë dashës dhe mesatar të i vogël, edhe gjysma janë thjesht kalamaj, valla, kupton? Që nuk vjen të lozin dhe marrin ato. Tani sidomos për atë pozicion që luaj unë. Kupton, të lozësh me diktierlla, kupton? Të jetë nga meta e re, për shembull, të jetë një medik, një carry, shumë i fortë, domethënë. Edhe ai bën atë mediku ban, po ti aty carry si bën ban se ty s'të intereson, kupton, se ti s'e ke atë në lojë tënde. Nuk është ai që të bën dëmin ty. Edhe he gets to play what he wants to. I don't. Ja, jo, se unë do të pak e kam luajtur me ty, po
Ajo ka shumë budallishe, por në atë si loj se marrë vesh fare. Ka ca debate tash plako që duan ta thjeshtëzojnë çika shi, domethënë se është bërë më keq se një bachelor për zotin. Po. Ja, më dërgoj ti ato videot mua, shiko këto video këtu, mua më zuri gjumi plak, pas 10 minuta video. Po është shumë e madhe do ta plako, e kemi kaq vite që lodhin edhe prapë nuk e kemi arritur në një nivel që them që i di çdo lloj gjëje. Sa që shikon tournament, sa që bëhet championship plako ose internacionali, shikon gjëra domethënë që ty s'ka marrë asnjë në mendje. Po. Mua më është nxirr jeta nga këta sisi motherfuckers, e kupton që me 10 minuta in game edhe fillon, oh, I'm not playing anymore. Oh, fuck this shit. Oh, you are not supporting me, se ti vajte bëre një lëvizje për ti bëre një enable një tjetëri, oh, support, no words, nothing, no help. I mërë të shkërë dhe fsharop, qa je ti mërë, qa je një umër, burite. Unë losë në të Sergio me atë shokën plako sesh, i lozim në këshu, kur lozim rankit mes deri në pikën e fundit, deri në fundit, deri sa është që thot ajo, okay, you are defeated. Ska, një son, nga fillim deri në fund, konstante, plak. Unë si kuptoj edhe si i pëlqen loja atyre kur nuk japin atë. Si mund të lozësh për të humbur, e kupton? Po nuk janë gjithë një lojë, po që luajnë tamam, domethënë kupton, prandaj edhe plus që është lojë vështira, jo, po ka dhe pjesë njerëz që janë pjesë e komunitetit janë shumë toksiko, por o të dalë ajo tyrja o s'ka, është varilesh. Përveç asaj kur tash të mirë pra, nëse s'do të luajmë, nëse s'e ke se të ke ardhur në punë, valla, çu shloson kur los për çef, për shembull, pina një birë, për shembull, çefin tim, ta futem bën në lojë. Nuk bëhem plerën të futem rankit, e kupton? Futem pub. Los për çefin tim. Po ajo është problemi tjetër se kanë çiktë egon e madhe lojtarë. Si di edhe, nuk e di, më duket. Mirë dhe ai po i thot, okay, unë nuk po i pres, nuk po i bashkoj, nuk po i qep, ose nuk po i ndryshoj ato syt, nuk po i lyej syt me boj. Po i vë kështu të lodrojnë me njëri tjetrin. Të bëjnë roba qeps, ku dëgjoj. Ore, për mua nuk është vetëm kjo, se unë artikuj po ta lexoj siç ti është 30 faqe, po. Aty kishte edhe shumë gjëra të tjera, por për shembull nuk ka se ishte vetëm ky, kishte edhe shumë të tjerë që në ato kohë nxinin libra që ta ishin në atë tabun e fundit që kanë ngelur tani, se tani me si ka ardhur bota, si janë modernizuar gjëra, tani vetëm ajo ka ngelur, por mosha e asaj që ti pranon të bësh seks 18 vjeç, megjithse edhe ajo shkelet, edhe unë s'kam të qenë një dakord me atë, po ata donin të bënin, të ishin në atë si tabun e fundit, që mos të kishte me mosh për pranimin. Ja, është frikshme shumë aple. Ai kaloi në ekstrem fare, që me njerëz që ai ishte edhe vet ashtu, siç thash unë, ishte në marrëdhënie me të birin e vet. Normalisht plakos, ai shefi mirë, kuzhinieri mirë e provon vetë gjithë. Po, plako, ti dhënë thjesht për një sens balanci, jo se nuk s'ka si lidhje logjike kjo, po. Pse valla mos të bëhesh ai psikopat? Pse mos të bëj psikopat ai kur ai kishte backupun e atyre? E shtetit, kur thua ti, senati. Normale. Ai ndjej pa pleksh, se ti çfarë mund të bënte atje. Ai mishi ka bërë vetëm aq. Po fuqia e pafund me korrupton, pafundësisht ka thënë ai, po. Ashtu është ajo gjitha, por kur i mblidhet një njeriu që i futet në kokë, e ka mirun, në halet ja kthesh mendjen. Fuqia normale, si mos është e kontrolluar. Se janë ca gjëra që mamën si pak njerëz nuk i dim. Kur të bëhesh ti kismet, kur të bëhet mbar ty, të ardhmë domethënë që të vish një herë, të vemi bashkë në një ishkam përshëndrimi këtu në veri të Berlinit plako. Ta shikosh ti si është atje domethënë dhe mbas asaj janë edhe një ezem, po marr një shifër rusë se disa janë. Qoftë atje janë 100 kështu baraka domethënë. Jashtë territorit asaj janë 30 të tjera që i kanë ndërtuar rusët më vonë. Se ai shumë burgosin rusët sa nuk i mjaftonte as kampi çifuti. Domethënë ndërtuan të burgosin akoma më shumë. Po s'është vetëm ajo, por ti ke edhe sa njerëz vrau Stalini, thjesht se nuk i bashkoheshin ideologjisë të ti. Ke atë Mao në Kinë që ai është beter fare. Revolucioni kinez që ka vrarë më shumë se të dy ata bashkë. Që shfarosin njerëzit. O Daku, ekziston një film për atë Idi Amin? Kë?
Idi Amin, ai në Afrikë, në Ugandë, ku është ai? Ka sapi Ugandës. Jo, se di, unë se kam gjuar. Stalini i Afrikës ai, Stalini i Afrikës apo Hitleri i Afrikës. Vëria e Idi Amin, duket se është një film pra. Do ta shikoj prapë. Unë na sugjeroj me një film valla, për zotin. Edhe për këto miliona çikusi tan. Ora unë s'kam parë në një tani. Çka ke parë? Po shikja një serial, unë me copa, se nuk po m'pëlqente. Çai kishte White Collar. Si tipi ati të sucë, po do me thënë i njëjti lloj zhanre, çik më ndryshe, ke njëri që pen si tip ti aty dhe njëri që është agent FBI dhe këta zgjidhin krime. Është njëjta. Domethënë virtuale të përgosin akoma më shumë. Po s'është vetëm ajo, por ti ke edhe sa njerëz vrau Stalini, thjesht se nuk i bashkoheshin ideologjisë të ti. Ke Mao në Kinë që ai është beter fare. Revolucioni kinez që ka vrarë më shumë se dy ata bashkë. Që shfarosin njerëzit. O Daku, ekziston një film për atë Idi Amin? Kë? Idi Amin, ai në Afrikë, në Ugandë, ku është ai? Ka sapi Ugandës. Jo, se di, unë se kam gjuar. Stalini i Afrikës ai, Stalini i Afrikës apo Hitleri i Afrikës. Vëria e Idi Amin, duket se është një film pra. Do ta shikoj prapë. Unë na sugjeroj me një film valla, për zotin. Edhe për këto miliona çikusi tan. Ora unë s'kam parë në një tani. Çka ke parë? Po shikja një serial, unë me copa, se nuk po m'pëlqente. Çai kishte White Collar. Si tipi ati të sucë, po do me thënë i njëjti lloj zhanre, çik më ndryshe, ke njëri që pen si tip ti aty dhe njëri që është agent FBI dhe këta zgjidhin krime. Është njëjta dinamik. Pas atë, ky riu që doli tani, Tomorrow War me Chris Pratt në Amazona. E ke parë edhe? Ai, mos është ai, se unë kam parë një trailer me Tomorrow War, mos është ai që thotë ajo you will not come back, I will come back, që thotë ai që we need to fight a war in the future. Po, me Të dashur dëgjues. Për shkak të disa problemeve të thella teknike, ky episod do të ndërpritet këtu. Vazhdimi, për shkak se ishte më i gjatë, do të ngarkohet pas disa ditësh si episodi numër 10. Ishte ky tani por ky film më veri mua të më dhimte kokës, ishte kaq idiot në punën e skenarit, por çfarë na the tash? Se shikoj fare. Shikoj vetëm sa për të thënë, se s'dua të bëj spoiler, po nëse ke problem. Jo, po e ke parë ti më thoj, se kam probleme spoiler. Po ky tani ishte ky Chris Pratt, ky ishte ish ushtarak, më kupton, kishte luftuar në Afganistan, çan do gjitha këto të tjera. Edhe ky kishte gruan, kishte edhe një vajzë të vogël. Tani po shikoni një ndeshje këta në televizor, aty te ndeshja hapet një si tip kështu si portal me drita me gjëra kështu edhe vijnë këta nga e ardhmja. I japin lajmërimin që ne jemi në e ardhmja, po luftojmë me alienët, na duhen ushtar, do marrim ushtar nga e shkuara të luftojnë në të ardhmen. Tani, nëse ti je një rob që e vetë që truhen në punë e para gjë që do mendosh po mirë, këta që do shkojnë në të ardhmen, po dishin këta andej. What the fuck happened? What the fuck? Nuk ta s'do lindin me fëmijë, më kupton, do zhduken dhe fëmijët, po te kishin ashuar, ta kishin adresuar. Se këta njerëz që do merrnin këta ishin të shpallur të vdekur. Kështu që nuk do të asnjë gjë me luftën këta, si kjo ishte gjëja e parë. Po edhe ky ishte mësues ky vëlla në shkollë. I vjen pasaj këtij njoftimin telefon që do të marrim në ty ushtar. Vetë atij dhe një microchip, ta 7 ditë kishin shërbimin ta, po e forta është se këta si stërvisin asnjë gjë, por merrnin njerëzit të veshur siç kishin qenë në punë atje. Ishte boti 300 kg e merrin, hajde ta çonin atje mish me 2 syt, vetëm ti dilte alienit para se s'do bënte ndonjë gjë. Edhe e çojnë në të ardhmen, ky lufton aty, desin shumica e këtyre se leq i hedhin gabim, i hedhin në majtë
një kështu ndërtesë të lartë, sa bie në një pishinë, shpëtojnë, të tjerë bien në tokë, vdesin gjithë. Komplet si batalion që dërguan këta. Wow. Edhe lufton ky arrin të largohen këta, marrin një si tip helmi që kishin të misioni atje të një ndërtesë, arrin të aratisen, takon këtë që ishte komandantja kjo. Kjo komandantja tani ishte një bjonde, fillon e pyet këtë, merr vesh që kjo ishte e bija e tij në të ardhmen. E kjo tani ishte për komandantja. Fuck off. Ik e burin, ik më. Po më ai ishte shpallur të vdekur ka çysh ishte mësues ky kur ishte shpallur i vdekur. E po ky vdiste më vonë burr. Do të them para se të ndodhte kjo alienëve, po ky vdiste. Edhe vajzën e këtij që i kishte ky, ajo vazhdonte rrite jeta e saj, kupton. Edhe e forta është tani që ke parasysh atë helmin që morën këta, tani këtë helmin ta donin të krijonin një helm të madh, tani që t'i zhduk në të gjithë alienët. Me anë të këtij helmi. Sa bukur të them atë pjesën plakot të krijonin një helm të madh. Po pa. Mo helmi. Edhe e krijon ky me këtë vajzën, ajo baza e fundit ku ishin këta ku po krijonin helmin, edhe ajo shkatrohet në alienët, vdes kjo vajza e këtij të ardhme, ky mbaron atë shërbimin që kishte 7 ditë, kthehet prapë ky në të shkuarën. Tani ky në të shkuarën bën ja 5 minuta muhabet me gruan, kupton që alienët nuk kanë ardhur në një planet tjetër, po kanë qenë gjithkohës këtu në tokë. Edhe këtu e kisha edhe un problemi më. Aty ke shkencëtar tani që ku diun rregulluan si e kuptuan si të bënin udhtim në kohë, nuk kuptuan ata që alienët ishin këtu në tokë. E kuptoi ky 5 minuta me gruan atje duke llafosur. Ja fucking cunt. Ti miku truri mua, prandaj mu duk si film idiot. Edhe pastaj merr dhe jatin, këty vjen atje, e si përfundim me këtë helmi që bëri kjo. Edhe prodhuan sa më shumë helm ata, se ca një ardhmë ngelën në të shkuar nga që shkatrua ajo makina e kohës çamuti kishin. Si përfundim ata 10 alien, 12 alien vranë me atë helmin. Edhe pjesën tjetër i vund C4 asa njerëz kozmike që ishin ta alienët në Antarktidë ku mutin ishte. I vund C4 dhe i shpërthyen. Tani për çfarë dreshin e bëra këtë helmin dhe? Pa shumë 1 orë gjysmë film, krijove ti këtë helmin edhe ky helmi vrau 12 alien. Kishin vetë C4 me shtëpi sa shumë herë ke thënë atë fjalën helm plako do ndalin edhe ndërsa me rob shtëpi. Po prandaj po them se ashtu ishte edhe filmi o plak, aq shumë i rëndësishëm ishte ky helmi sa vrau 12 alien edhe pjesën tjetër i vrau me C4 ata. Ua, do ja vë emrin e episodit, do ja vë helmi. Helmi. Kam kretë një idiotë për unë kam shef atë Chris Pratt, po nuk e di unë, atë t'ja këshin lënë në një Karamaku klasë 8, do kështë bërë në një skenar më të bukur. Edhe çush e ka thënë ai se citatet e Biblës së plak që thotë që ne jemi krijuar në imazhin e Zotit, në fakt valla, Zoti është krijuar në imazhin tonë, kupton? Se ne e kemi krijuar. Dakor, po kjo që po thua ti, se mua dhe unë fillin, as më kalove te Zoti ti aty edhe mua më doli Jezusi Muhamedi të gjithë kështu dhe më thanë e ke gabim. Po le po ta bëjnë ai muhabet fare, o çfarë opsi janë ata në klimë fort një fjalë. Dëgjoj se Yes sir. To që tua ti që i kemi krijuar në këto budalliqe na fuqia mendore. Ne mendojmë se kemi kapacitetin për to, por ne jemi e vërteta është që ne jemi krijesa 3-dimensionale. Ne nuk shikojmë përtej kësaj, ne shikojmë lart poshtë majtas djathtas, ta kemi. O dak, siç ka sipër kësaj, ne nuk e dim, domethënë, ne deri aty jemi. Mendojmë se ka dimensione të tjera apo budalliqe gjëra kështu, po nuk i kemi provuar dot. Po vetëm matematikisht e mendojmë se ka, matematika është teori e plak. Po bravo. Po s'është provuar dimensioni i 4. Ashtu me matrica, ne këtu kur isha në universiteti plako matricat ne vinin me dimensione 32 thoshte. Tira. Tani ku dëgjoj me. Ti çfarë ishte një kështu që mua më ka futur frikën se atje po shikoja në YouTube një njerëz që bënte nga këto që kishte provuar të gjitha dhe tregonte për eksperiencën e vet. Edhe gjëja më e keqe që kishte parë ky, kishte qenë një lup.
që ky ishte se për këtë kohë nuk ishte kuptim, por sa ishte në atë që kishte marrë DMT, ky më duket, sa ishte brenda asaj për këtë nuk ishte kuptim kohë. Edhe ky gjithmonë arrinte në një pikë, rrotulloi gjithmonë atë njëjtë pikë. Edhe kjo i përsëritje pafundësisht aty dopo. Po ishte shumë e frikshme se ta imagjino ti që nuk ka kuptim koha për ty e përjetësisht në atë shkon ikën majta, ikën djathta, ikën shtrenjtë, ku di unë, edhe prapë përfundon në të njëjtin vend. Do të njëjta gjë. Është një teori jeta ashtu plako, që është akoma më e frikshme. Më duket që është kështu semi ose pseudo indiane ose indiane, nuk e di. Thotë që ky rimi, dhe sin gjallën prap, edhe do ta jetosh jetën aq herë derisa ta jetosh saktë. Po. Tashi, e kam dëgjuar një gjë. Ky zot ose këta zotrit, ç'a janë? Po mirë plak. A e bëri gabim ti? Linte prapë nga para, ti nuk e di fare që ke jetuar më përpara. Ku e di ti tani se çfarë do bësh ta? Ato i janë shumë fe që e kanë të rimishërimin, apo që ku shkon ti, shpirti jot shkon në një kazan shpirtrash atje harron ato që ke jetuar jetën e mbarshme, merr pastaj vazhdon jetën tjetër. Po, me këtë që thonë që është saktë këto indianë, apo tibetian, se di mos të bëjmë kështu, se di fare se cila kulturë është. Herën tjetër ta përmend prapë, domethënë, po që duhet ta jetosh jetën vëlla derisa ta jetosh mirë, e kupton, të plasësh kokën.